Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Nuk dinte, kishte probleme, vajza e Mozës rrëfen sakrificat dhe vuajtjet e poetes. Qëndrimi i shkrimtares dhe poetes i njohur Mimoza Ahmeti brenda reality show të Fermës ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale, duke e kthyer atë në një nga personazhet më të komentuara të formatit. Pas dronit mbështetës që poetja mori nga jashtë, komentet dhe diskutimet në rrjet u shtuan edhe më shumë, ndërsa disa deklarata të saj me humor për vajzën milionere morën vëmendje të madhe. Mes gjithë debatit, vajza e saj ka vendosur të reagojë publikisht, duke zbuluar një anë më personale dhe të panjohur të mamasë së saj, larg asaj që shfaqet në ekran. Në mesazhin e saj ajo përshkruan Moza Ahmetin si një mama ideale, duke treguar se poetja ka kaluar vite të vështira dhe ka bërë sakrifica të mëdha për rritjen e saj dhe të motrës. Sipas saj, pavarësisht sfidave ekonomike dhe vështirësive të jetës, Moza ka bërë çdo përpjekje që fëmijët të mos ndjenin mungesa, duke i shkolluar në institucione private dhe duke i siguruar gjithçka të nevojshme, shpesh duke hequr dorë edhe nga rehatia apo dëshirat e saj personale. Vajza e poetes zbuloi gjithashtu se ëma ka zgjedhur të qëndrojë për rreth 20 vite e vetme, pa krijuar një martesë tjetër, vetëm për t'u përkushtuar vajzave të saj dhe familjes. Ajo hodhi poshtë paragjykimet dhe kritikat e ndjekësve, duke theksuar se një nën si Moza Ahmeti meriton qiellin plot me drona dhe parashuta, ndërsa shpjegoi se droni mbështetës erdhi si një shenjë dashurie dhe malli, pasi prej kohësh nuk janë takuar për shkak të angazhimeve të saj në universitet. Në fund të reagimi, vajza e saj u përgjigj edhe kritikëve që e kanë komentuar sjelljen e poetes për një karakter shumë të hapur dhe ajo tregon që përkundrazi Moza është shumë familjare.